Gjesti ka qenë një nga banorët më të komentuar të edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania, duke krijuar situata të shumta interesante që kanë mbajtur publikun në tension. Janë një përmbledhje disa prej momenteve më të paharrueshme. Përplasja me Gertin. Një debat i ashpër mes Gjestit dhe Gertit ka shpërthyer ku Gerti është drejtuar Gjestin me fjalët "mos më prek me dorë", duke tensionuar atmosferën në shtëpi. Ky incident ka shkaktuar ndarje mes banorëve dhe ka nxitur reagime të shumta në rrjetet sociale. Pas përplasjeve me Gertin, ky i fundit i ka drejtuar kërcënimet Gjestit duke i thënë të vijë në mes të Prishtinës do t'i tregoj të gjitha format duke vazhduar tutje. Gjesti ka ruajtur qetësinë duke mos reaguar në të njëjtën formë, por ky moment ka bërë xhiron e rrjetit. Incidenti me Gerta Gixharin në sy. Gjatë dasmës së Jozit dhe Loredanës, Gerta Gixhari ka hedhur me qëllim alkool në sy të Gjestit duke i shkaktuar shqetësim të menjëhershëm. Për shkak të gjendjes së tij, ai është detyruar të largohet nga shtëpia për të marrë ndihmë mjekësore. Ky incident ka sjellë një reagim të fortë nga banorët dhe ka çuar në anulimin e televotimit të javës, ku Gerta me vendim të vëllait të madh ishte larguar nga loja, mirë po me vendim të publiku, siç u tha nga produksioni, ajo u rikthye në shtëpi. Përplasja me Gjibanin dhe Jozin, ofendimet dhe përplasjet fizike. Një tjetër moment tensioni ka ndodhur kur Gjibani ka ofenduar Gjestin duke përmendur familjarët e tij. Në një rast tjetër, Gjesti ka hedhur ujë në kokë Gjibanit duke intensifikuar situatën. Më pas, reperi ka ndjekur dhe ka përplasur kokën me të, duke bërë që tensioni të eskalante edhe më tej. Debati me Egli Takon, kur të dalë do të zhduke. Një tjetër moment i paharrueshëm ka qenë debati i Gjestit me Egli Takon, ku ai u shpreh se kur të dalë nga shtëpia do të zhduke, duke lënë të nënkuptohet se nuk ka interes për një lidhje të mundshme jashtë. Ky reagim ka shkaktuar reagime të shumta mes banorëve dhe ka shtuar dinamizmin e marrëdhënieve brenda shtëpisë. Një nga momentet më të komentuara të këtij edicioni të Big Brother ishte edhe momenti ku Jozi goditi Gjestin me grusht, me çfarë shkaktoi edhe dëme fizike.